Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndjeshni, të nderuar shikues. Çështjet energjetike, çmimet që po fluturojnë, produktet bazë konsumit, çmimet e rritura pa kontroll të derivateve, të karburanteve, duket se po e rëndojnë, po e molisin kosovarin ordiner. Përsa kohë që vendi ndodhet në një krizë me gjas të inskenuar politike që po troket në derën e secilit në Kosovë. Inskenuar natyrisht nga udhëheqësi i lëvizjeve vendosje, kryeministri zoti Kurti, që nuk është i gatshëm duket gjejë një zgjidhje kompromisi, konsenzusi me tjerët që tema presidentit të zgjidhej çmoti. Nuk e bëri dhe përsa kohë që kem këtë krizë, këtë bllokatë inskenuar, jeta e njerëzve po ballafaqohet edhe me një skandal tjetër, me atë të njësërve të energjisë të pakalibruar me gjas. Kam të ftuar në kryetarin e Komisionit për Ekonomi, deputeten Janina Ymeri, aktive shumë në fushën e energjisë. Një kontribut që dha në mënyrë kohezive, sistematike, duke nxjerrë sipas saj gjithnjë skandalet e institucioneve të sistemit, atyre të energjisë mbi mafin energjetike. Zonja Ymeri, faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Si e cilësoni skandalin, nëse mund të them, si të tillë të kalibrimit ose mos kalibrimit të njësërve të energjisë elektrike? Është problem i madh ky sipas jush? Është problem i madh me pranu ZRE-ja që ka kalu këtë normë, do me thonë këta njësor edhe gjithashtu tarifat me gabimin e orëve. Kjo është problemi më i madh. Me pranimin e tyne i zgjidh kjo punë shumë lehtë. Me agjensionin ose institutin e meteorologjisë në mend, ata janë për matës, edhe në me thonë në pikpamje shtetnore kjo punë ish zgjidh shumë lehtë. Ose ishim marrë përfundim që çdo herë mi kalibru orët keci, ose mi ik tarifat. E që këtë punë me njoft prokuroria, është që shumë shpejt ka mu njoftu, me sa e di pi kolegut Visar Azemi, edhe kanë ka mu bo dënimi për të kaluar. Që ke shkon në një univers të paralel normal. ZRE-ja me pranu, Instituti Meteorologjisë, ose Agjensioni Meteorologjisë, nuk e di sakt cilin e ka statutin, zyrtar, nga në mend në Ministrinë e Ndërmarrësisë, Tregtisë, edhe në anën tjetër prokuroria me saktu, me boni urdhër për akt akuzë ose për gjykat, edhe me orë në përfundim sa do të mu pagu për të kaluar. Sa janë marrë, ose sa është keq përdor njësimi i rrymës. A u vëdhën qytetarët sipas jush? Urdhën? A u vëdhën qytetarët sipas jush? Vjen vjedhje. Nuk është tjetër, unë s'muj me thonë diçka tjetër. Nëse tash njerëzit e kanë gjujt bashkë qatë kohë për me pas sa ma shumë konsum të energjisë elektrike me pajisje si makina larse ose edhe gjellat, ka shumë njerëz që natën i bojnë, se ditën shkojnë punë. Edhe në atë kohë janë bo me tarif të shtrajt, çka i vjen tjetër? Në anën teknike e kam fjallën, se për anën juridike ta kanë do të me procedu prokuroria me këtë punë. Ishte shokuese për njerëz? Po. Ju shokoi kjo ngjarje juve? Jo, mendoj që ka shumë tjera gjëra që kanë mu shoku në energji njerëzit. Për shembull, shumë prej tyre ke bërë dhe denoncime publike, demonstrim publik, po, duke i argumentuar, si për shembull importin e energjisë, mafiozitetin që ekziston në këtë sektor. Po. Cila është tema tjetër që do ta godas? Kanë më shoku mas shumë ti kur është lënë komplet sistemi, se po mundona me spjegu pjesë. Lutem. Po është lënë komplet sistemi në prejt mafisë energjetike dhe në prejt importit. Që prej mungesës prodhimit, që prej mungesës së kapaciteteve prodhuese. Do të thonë në vitin 2020 kanë ardhur këta, 2021, edhe janë dalë burimet e ripërtreshme. Janë dalë me një vendim thjesht ZRE-s. Tash edhe njerëzit që kanë ndeshur me bë burime të ripërtreshme janë dalë. Kapacitete të tjera prodhuese që na atë shumë i kemi prit, stop, për një herë.
Këta kanë thonë ma në konde, e para o konë. E dyta, investimet në kek edhe nuk kanë shku si duhet, edhe prap ka pas rënjët bloqeve. Asnjëherë nuk u bo një hetim prokurorial për hetimet e rënjëve të bloqeve në kek. E dyta, që se cilën kom i ndjek një pas një. Po thonë Keku, veç pyetjen e parë që e ka pas me 2 mars së konë puna e mijeve të ngjillit. Planifikimi për prodhim, si ishte edhe çfarë po bën për këtë vit, e keni në postim publik, po? Po, edhe këto e kam, po ata nuk përgjigjen. Pej datës 2. E parë, dhe me thonë, burimet e ripërtreshme, shka tjera kapacitete janë dalë. Keku nuk është menaxhu si duhet, e ka një rast në gjykatë me zotin Nagip Krasniqi. E dyta, e treta, nuk e kanë organizu importin. E katërta, na kanë lënë një port ditor, në çmim të pazarit. Edhe e pesta nuk kanë ble rrugë barce, që na kanë keq përdor pare tona edhe në rrugë barce. Pra që to e në ndër 5 kategoritë themelore, për mos me folë për një sorse, për shembull të kecje, probleme të tensioni. Kur ulet tensioni rritet rryma, kur rritet rryma rritet konsumi. Tash tensionin që neve na thuhet në letër që kena me përdor, edhe njerëzit që po mi dërgojnë matjet, nuk e kanë qatë një tension, nuk e marrin ma tolt. Gratë për shembull e vrejnë shumë alet, për shkak që të na gatojnë gratë. Qaja është se nuk është se keshin vrejtë të tjertë, në ploq, ku të bojnë buk, zihet ma ka dalë. Që nga zirja kafe, se cilë ushqim tjetër. Të tjertë, po hajde kafën thue pret ma shumë, jo s'po vloj, ka jo po vloj, ka jo ko ka gjezvja mirë, jo s'ko ka gjezvja mirë, tjertë e vrejnë me bojler. Po më dërgoj njerëzit prova me bojler. Që bojleri pi shpisi në shpi, po nxehet shumë ma ka dalë. Tash nuk i kena bojlerat e viteve 70 që me pas atë shumë hargjim të rrymës. Është të tensioni. E sa kanë vjedh tani në tension edhe a kanë vjedh. A është ky skandali? Mundet më konë edhe skandali tjetër, po une për shkak që s'kom mujt me punu shumë këtë pikë, s'kom procedu. Se une mendoj që mafia shkon në krye, nuk është në njësor, në tension të energjisë elektrike. Fakti që ka mujt me procedu keci me tension ma tollë se që thuhet, edhe që ka ull tensionin për me ull ngarkesën, me qëllim edhe u rrit rryma, që kjo është indikacion për mu, po nuk është provë e fundit. Të me thonë, teknikisht do të mi procedu gjërave si duhet. Kom ma provat njerëzve, e kom pa vetë që shkon nga ana teknike, po nuk kom procedu më shumë. Do të mi thonë, gjërat tërës që janë, me gjithat është një indikacion i mjaftueshëm për me hetu edhe këtë pjesë. Mirë po, unë e mendoj që ka thonë presidentja 900 bonda ma e madhe është naltë. Nalt e kam kuptimin fjallën në udhëheqësi. Zërëj, Ministria e Ekonomisë, Kryeministri Kurti. Po. Bonda ma e madha kjo. Me në krye? Me Kurti. A je sigurt? Në energji elektrike? Po. Si pas me. Ka këtë E ka leju mafinë energjetike. Për mu është e mjaftueshme. Për që ata nuk është se jo marrë me pjesën e jo pësë është nuk ka rëndësi pjesa e tensionit. Po nuk pras për një entiteti privat me tregu që në rregull është, kena kërkojmë falje, e vërtet është, kena marrë ma shumë rrymë, kena dho ma shumë rrymë, kena marrë ma pak e kështu, kena marrë ma shumë para, ka që keni, për shembull, 1.000 euro. Për shembull, nuk e pras to. Nëse s'jena presion publik prej udhëheqësisë, e kotë është. E quajtët mafi, keni thënë dhe më herët. E ka qujt vetë, i pari e ka qujt vetë. Është e njëjta strukturë, është gjeni, është e FTA. Kjo konë tema harët. E çka është tash, nëse dikush e lejon mafinë energjetike, me shtirë sektor energjisë elektrike, çka është? Kush është bond këtë? Tash është kjo pyetje për Kurtin, kush është bonda këtë? Çfarë do t'i thoje kryeministrit Kurti po ta takoje boll për boll? Kryeministrin Kurti e kam pa në kuvent. Kryeministrin Kurti ja kam pa pse s'po punson njerëz, nuk më është kthy, ka vazhdu muhabetin me Donika Gërballën. Me thonë tentativën tamë e kom kryer, kom thirr 2-3 herë derisa më ka dalë. Ju shpërfilli? Albolena Haxhiu si kryeparlamentare, po. Në ato pak seancat e kësaj legislature të... Po tash me thirrën është herë i bjen që unë e bëj të rëndësishëm kur nuk është. Po. Nuk mendoj që është i rëndësishëm. Mendon se ke vënë siklet me pyetje?
me tema që i ngrit. Jo, me sigur që e ko pike. Tema që i keni ngrit, mendoni që e gëzhdojnë Kurtin dhe qeverinë e Mendoj që kauzën e s'ka tij që erdhe në përgjigje. pushtet me duart të pastërta dhe u bën 5-6 vite dhe jemi në këtë Mendoj që- bilanc për ta konstatuar se Kurti qeverisi sipas jush, me çfarë çase? Refuzuese, ignorante, sigur një tash se mi muza kusari që po bën për naft. A e ka refuzu me punu si duhet, pavarësisht se i ka pas praktikat më të mira në botë. Na i kena 2-3 raste të vrejtjeve nga komuniteti i energjisë. Njëra prej tyre është për gaznat, helmus që i japim, edhe tjetra, ka edhe tjera që na kanë dhënë vrejtje, praktikat e mira i kanë pas, po nuk kanë desh në punu si duhet. Në pikpamje, si ta themi, me shtru nga ana teknike se çka ka ndodhur me sektorin e energjisë elektrike, nuk ka mundësi ma demantu Kurti që nuk e ka leju mafinë energjetike, po nuk përballet. Nuk ka mundësi. Se na nuk kena të folë këtu për gjykatën kushtetuese. Na nuk kena të folë për nashta mund të jetë, ndodh, është rasti precedent, ka pas vendim gjykate, s'ka mundësi. I numre në këta barazon. Prokuroria ka nisur të bëj punën e saj, megjithëse sipas kritikëve ngadalshëm po lëviz në hetimet për gjitha denoncimet publike mbi skandalin e Po, fushën me e sa diën dy hetime. energjisë. Në njërin prej tyre keni qenë edhe ju në prokuroria, po ju ka ftuar për Po. Tu a dhoni perspektivë Për- që ju e mendoni mbi për- skandalin për importin. Për rrugë Për barse. rrugë barse në përmjet, po. Për rrugë barse për importin, me sa e di une, në bazë lajmeve edhe një hetim veç për import. Veç për import, po. Veç për import. Me komision i kom kërku kontratat e shqipëderis e energjisë elektrike, mirë po nuk i mura votat me komisionit me procedu bashkë qatë dit, se kom desht me shku qatë dit me vazhdu, për shkak që kom desht në përmjet komisionit, jo në përmjet meje. E kisha bo dhe vetë, po me komision është më ndryshe. EFT, kompania që merret me tregtim energji, Buk Hamovic, ka edhe një kohë licencë, ju vazhdu licenca nga zëre. Kanë, me shtator 2026, i del afati. 6 muaj përpara do të apliku, i bjen mars. Tash dhe kom kërku përgjigjen për zërrejs, a ka apliku, edhe cili është statusi i aplikimit. A është refuzu, a është pranu, ose a është në pritje. Si është e mundur të bashkëpunojë një qeveri që ditën ngre rrëfimin mbi heroizmin, mbi sovranitetin në vend, mban temat e mëdha dhe figurativisht po them në darkë ashtu bën kontrata me tugjarë të energjisë, me çmime që mund të jenë të fiksuara dhe me marrëveshje mbase. Nuk kanë bo kontrata me tugjarë të energjisë, i kanë lënë tjerë me shku në kontrata me tugjarë të energjisë. Fjala është Kesko, edhe Noa. Këta janë perde. Në mbrojnë, nuk vrejet. A i ka mendu, ose tani ma vunë tha që edhe let nisin hetimet për Noan, ose let hetohet Noa, po puna nuk është të kitë si Kesko edhe Noa. Na dojna me ditë piku për marrë energji elektrike, duke di që Noa nuk është produksi energjisë elektrike. Së është produksi, është tregta, ka e merë, që e merë. Kjo është hetim në veti edhe mendoj që duhet mu tregu se çka ka ndodhur deri më tash me sektor të energjisë elektrike. Në këtë gomë të malverzimeve të lloj-llojshme, tensioni, orë të matjes, importi, rruga barse, rënjat e bloqeve, janë ylber. Ngjyrë shkan kjo punë, po krejt varën me një pikë, se e ka leju qeveria. Ka ndodhur para syve të qeverisë. Po. Keni denoncuar një shqetësim tjetër të madh në kohën e pikut në gjendjen kritike të dimrit kur vendi pat krizë të atill. Ju keni tërheq paralelen e alarmit zonja Ymeri duke thënë se Kosova kishte prodhim më shumë verës apo të energjisë se sa në kohë të dimri në termocentrale? Duke denoncuar një skandal tjetër, se si nuk pati mundësi Kosova ta menaxhoj më mirë prodhimin e energjisë në kohë vere apo në kohë
kodimri kështu me radhë. Organizim as nuk ka të importit as prodhimit të energjisë elektrike. Bile vitin 2025 nuk ka pas as planifikim nga ZRE-ja. Kjo është gjendja. Planifikimi i vitit, i importit, edhe i prodhimit, vetëm si numra, jenë bërë në dhjetor të vitit 2025. Pra komplet viti ka shku Pa planifikim. pa planifikim. Viteve të kalume, ndonëse se është shkru, nuk ka shku si duhet. Në vitin 2024, kur na është rrit rryma, kur është bë kërkesa për rritje rryme, vrejtja ose përgjigja e kesko kanë qenë që nuk është shku si pas planit, na keni kallzu ti për vunë që s'ka energji elektrike. Edhe kur është shkru, nuk o konë qysh duhet, po tash tani në 2025 nuk është shkru heq. Interesi kujt ka qenë ky mos planifikim? I qeverisë. Që? Mos me pas informacion. Informacioni Dhe kjo t'ju shërbet tregtarëve, importit? Po, në përgjithësi me pas konfuzion barkomtar për punën e energjisë që mos me ditë. Është bon dhjetor. Në vitin 2026 është në draft, e di që kam përfundu konsultimet publike, mirë po endena në mars, fund marsit, për këto ditë e kom kontrollu së djo, nuk ka dalë plani ose bilanci energjisë elektrike. Do me thonë, atë shumë investojnë energji me mbyll këtë punë, sa që e kanë shty, gati 4 muaj mes me ditë na sa kena me prodhu, edhe sa kena me importu. Kjo ndodh me ZRE-in. ZRE-ja gjithashtu njësinë hetuese ministria e ka për kompani publike. Po. Edhe ka komunikim me patjetërsueshme me ZRE-in si zyre regulatorit. Kjo puna që është i pavarur heqbe nuk çan pesh, se nuk është i pavarur. Asnjë gjë për pavarësi të ZRE-s ju deputetët do duhej me kontrollu ZRE-n formalisht. Po gjithçysh, unë komision raportim edhe në komision edhe në parlament. Parlamenti më donë në nënshkrimet, edhe ato kena mundu me i bo. Ata në raportim patjetër se kanë më, po nuk kanë punu si të pavarur. Në mbarësi direkt kurtit tu kanë qenë? Jo direkt kurtit, nuk do me thonë, të agjendës partijake. Kurti janë në kryqëverisë. Nëse presim që tërë kjo keqpërdorim të vërtetohet me nënshkrim të kurtit në import energjisë elektrike, atar kena me pritë së dhe 100 vjetë dhe kena me amnistu kurtin si qeverisje. Nuk shkon ashta. Agjenda partijake unë e kom qujtë. Agjenda partijake është me shku në import. Ka qenë. Jo me sigur në këtë pikë. Kur do herë, me më thirë në demantim, shkoj. Agjenda vetë vendosës ka qenë që gjithë fokusin me që në importu. Gjithë energjia elektrike më varë në import. O buk me agjendë. Do me thonë kanë shku një sër gjërash për me mrinë andej qëto. Duke t'akuz jo bashkë e letë kjo, zonja e mjeri. Po bëj pyetje. Mos jetë e letë, po regulata e kanë mundësin. Me tregu që pse ju, që nuk ka qenë, edhe unë e tregoj që pse po, me thënë e këshyru. Na du të me spjegu në rraf gjërë këtë punë. Nuk është kjo personale. Pavarësia energjetike e Kosovës është interes kombëtar. Sot Kosova nuk ndodhet fare në një pozicion inkurajus. Pavarësia energjetike e rrugëve Barce, për shembull, është fituar në fund të vitit 2020. Na i kena pas rrugët tregtare Barce. Nuk ka pas mundësi dhe s'ka pas pse Kosova me i pas rrugët Barce nëpërmjet ose elektroprivredës, kjo është hetim i kostit i brendshëm, ose EFTES, e që është hetim në prokurori. Pra, kjo nuk është, nëse që kjo do këtë si kur akuz që është hë për hë me gjujt topin. Akuz sepse kjo mund të do të duhej për shkak të shqetësimit publik do duhej përfundoni me hetime dhe kallëzime penale, zonja e mirë nda njerëzve që e kanë dëpsu një sektor strategjik të interesit kombëtar, si që është pavarësimi energjetik. Po tash kallëzimin penal nuk mundesh me bo për partinë vetvendosje, se nuk shkon qashta. Kallëzimin penal nuk mundesh me bo për ZRE-in, se unë i di që e kanë pas, do me thonë ka qenë kombinacion i veprimeve. Ex officio prokuroria do duhet ta angazhojë. Jo, se nuk është që se komendu kallëzimin penal. Po në pikpamje juridike është ma shumë frustrim. Ju bëni pete dhe politike, natyrisht jeni tani në politik, po. Po, është ma shumë frustrim. Po veç, kur kom shku në
prokuroria dhe kom pranu më konë dëshmitar, nuk jem konë politike. Jo. Nuk e kam pos mu imunitetin e deputetës. Kam qenë këshilltare e grupit parlamentar. Edhe vërtet është më e kom pos prokurorin e zonjës Sytmit e Bajrami. Edhe partis një ashtu. Po kur shkan vetë. Të më thonë nuk e kom pos ta betej politike se kam imunitetin e deputetës. Unë e them se mendoj që ashtu. Nëse këta menojnë ndryshe, le të na thirrin edhe le ta qisim një tabloje të madh, edhe le ta këshyrim kush ka drejt. Në 2026 jemi në muajin mars. Ky fund muaj nxjerr këtë bilanc për 4-5 vite që Kosova nuk ka pavarësi të qëndrueshme e as minimale Kjo është e saktë. të energjisë elektrike. Kosova edhe pse operon me asjetet e saj ma strategjike në pikpamjet, edhe të prodhimit të thëngjillit, të planifikimit, gjitha këto indikacione ka dhënë që një dyzin njerëzish duhet përfundojnë në plan nga zonja e Mjeri. Puna që a kom bohën edhe qysh e spjegoj, qysh më shduk që e kupton populli, nuk kom desht me fokusu një skandal për shembull në Agip Krasniqi. Po. Se mundet me i konvenu i përshtatët partis me vendos një fajtor. Nuk kom desht me fokusu zërëj. Edhe aq ma pak kesko. Për me bo ma të kuptushme, edhe jo për me bo ma të kuptushme vetëm, po për me tregu të vërtetën si duhet, kom thonë, është kombinim i veprimeve, është sabotu sektori elektroenergjetik. Pik. Nëse mendojnë këta që jo, atë le dalin edhe le të na tregojnë pse jo. Na ju tregojmë pse po. Tash është në çështje të prokurorisë me vazhdu se qysh mundet me shku ose kush i ka fajet më shumë. Sabotimi shtetëror vepër rënë penale. E vërtet. Në kategorinë e veprave, sidomos kur po flasim për sektorin energjetik që ta bën të varur Kosovën nga sabotim e kam shkru edhe në hetimin prokurorial. Më thonë kjo nuk është fjalë që e përdorim për media. Unë e kam dërgu hetim, kërkesë për hetim edhe për sabotim. Tash do të një qujtë sa anët qush janë. Këtu nuk është veç sëroj, nuk është veç kast, nuk është veç kek, nuk është veç në Agip Krasniqi. Nëse thojnë ana, ka qenë rasti izolum, e rajmë vetën, apo? Është skandal mas skandali. Edhe që puna jam është sistemike, çdo ditë mirëna me këtë punë. Ke aboku në mënyrë sistematike, kohezive mbi energjinë. Po. Vazhdimisht edhe para se me qenë deputete. Edhe para se me qenë, edhe mas. Se ditë që shkon ti e kupton që puzzle po plotësohet. Për që ata ka shku. Për shembull sot e vrejna që diçka nuk është mirë, tu shku. E përcjellëm edhe nesër, edhe mas nesër, edhe mas qetri nesër që thojmë, ti e vrejnë që veç po shkon të plotësu. Çka po shkon të plotësu? Një rrugë që të çon në impart. Për shembull, ankonë dështojnë, pse dështojnë. Masat e strategjisë kombëtare për energji elektrike dështojnë për gjëra birokratike. E kena ulumtimin të Pipsit, shembull. Po. Që Pipsi ose diçka një organizat tjetër nuk është as opozit, as deputet. Dështojnë masat për gjëra kot që kanë mujt me ecë para si duhet. E shohim buxhetin, planifikimin e vet, nuk kom propozuar dhe amandamente, nuk shkojnë amandamentet, po përveç që shkojnë buxhet nuk ka kur gjë për energji elektrike. Absolutisht, kur gjë të konsiderueshme për neve. Përveç, për mos me hek që thonë meritën, o konë eficienca në ndërtesa publike. Tash, për eficiencë ndërtesë publike të përmendon që mashtron mu për buxhet një vjetor, me mnu stiropor. Liresh një firmë private të Ferizajit e merr për me mnu stiropor ta nën kitë Kosovën ta ndrejtë eficiencën. Pa problem. Veç ja dërgën standardin. Që po thon të Ferizajit do e mos. Një qyteti tjetër. Edhe Gjilanit tem, edhe pse jam dy në moti para luftës. Edhe Gjilanit, edhe tash qëtë projekt ti ma merr edhe shtem buxhet edhe thu që na po punojmë në sektor të energjisë elektrike, 9 muaj remont, nuk e ke organizuar importin, po i vinon elektrofilterat edhe thu që na po punojmë sektor energjisë elektrike. S'është e vërtet. Që ka thonë ministja sakrificë, po pse me sakrifikuna? Prandaj, puna e nëse thojna për qeverisje, na e kena fitu sigurinë ose pavarësinë energjetike, e kena fitu, edhe zyrtarisht e kena fitu. Po.
edhe trugëve energjetike, se këto marët, kjeku është e jona. E tash qysh u bo që me dalë hetimi që Noa për shembull ka bashkëpunuar me elektroprivredën e Serbisë edhe prokuroria nuk përshë këtë punë? Ose që qifti jam ka dërgu me EFT-n bashkëpunim, ka dërgu kërkesë për hetim. Une, jo veç une, edhe njerëzit tjerë të komunitetit e energjisë, na e thojna pamjen tonë, që na po shohëm. Tash, ka raste për shembull kur postoj diçka, edhe në fund dikush një koment thotë e ki për shembull në fotografi po shkruan ndryshe, ti po thon ndryshe dhe e përmirësoj. Se provën që e kom qitë, thot ndryshe. Thonë ne pranoj që gjërat nuk janë si duhet, ose nuk janë qashtu qysh i kom po une. E kuptosh më është kjo pjesë. Kur fillua të alarmoni mbi gjithë këtë zallamahi? Mars. Mbi këtë pakt, nëse mund ta them, sepse që është e mundur të ndodhë diçka para syve të qeverisë, qeveria të ri neutrale, të ri institucionet e sistemit shtetëror të rinë indiferente. Nëse merr një veprim 2, 3, 4, 5, të gjitha veprimet çojnë në dobësimin në varësinë energjetike të Kosovës, jo në pavarësimin e saj, në pikpamje të prodhimit e çdo gjëje tjetër. Nëse shes gjitha skandalet, atëherë si është e mundur të ketë një qeveri dhe qeveria të thotë zoreja është trup neutrali, jep llogariku vendit, nuk na pyet ne, nuk është zoreja institucioni i Hong Kongut, po i Republikës Kosovës, apo kështu do duhet të ishte. Po ata gjithë thonë diçka. Gjithë kanë me thonë diçka. Kur fillua të alarmoni mbi Gjule Kundi nga vendi? Viti 2024. Tani, në vitin 2025 ka marrë havë ma shumë publikisht, në vitin 2026 mu jena ku jena. Paka shumë i bëj gati 2 vjetë sistematikisht që mu jena me këtë punë. Është shumë, e vërtet, edhe është të shku, nashta jo dite ma keqë, s'po thonë për atë pjesë, po dite ma shumë kena hupë, edhe që më dhem të energjia elektrike është se e dëpson ekonominë. Na kanë dëpsu ekonominë. Nëse hynë EFT-ja, nëse hynë elektroprivreda e Serbisë, cili o ndikimi maj madhë që na po thojmë se s'ka ndikim Serbia. Edhe kur po thot na kena siguri, s'feqla, del thot diçka, po mu së më vynë me hinë kufe kur ta kam ekonominë dorë. Ta kam ekonominë dorë kur sektorin energjisë elektrike e ki dopt. Kur ti e në rrymën, kur ti e qatë njerëzit në treg të lirë të energjisë elektrike. Si është e mundun që bizneset tona i kena përjashtu prej tregut të energjisë elektrike, prej furnizuesit universal, nësa ka vazhdu tregtia ose malverzimi, keqpërdorimi i bartjes me EFT-n, me elektroprivredën e Serbisë. Si është e mundun që sot një kryeministër i fiton 51% vota me këtë akuzë? Na do të me ditë këtë punë. Sepse mbase e gati e vetme që demonstron shqetësimin, informacionet. Pasi ka fitu rrëfimi i tij se gjithë angazhimi këto vite ishte për ta sovranizuar Kosovën, për ta shit sovranitetin. Ka fitu nashta rrëfimi i tij, por rrëfimi e jon është që jo veç imi, është që 40.000 deri 50.000 vetë na kanë emigru. Edhe që kjo është rrëfimi më i madh. Që kjo është pasoja më e madhe e bondës. Fond njerëzit të folna që tonë që të studio ikë. Mbi 10.000 vetë kanë ikë vitin e kalum për punë. Për mos me thonë më shumë se gjysa kanë ikë për bashkim familjar, njerëzit ecin. Shqetësimi jam jo më i madh, po alarmi që unë sot e ngres nuk është puna energjisë elektrike, sa ajo rregullohet, nëse nuk e kena një lider populist. Unë në kategoritë se pi bje me thonë shumë une, po me qenë se është rrëfim personal ma shumë këtë herë. Po. I ndojnë 2 njerëz që dojnë me punu për këtë banë, njerëz që s'dojnë me punu për këtë banë. Shumë e thjeshtë është. Nëse do me punu për këtë banë, edhe nëse gabon me një iniciativë, nuk ka qenë ma e mira e mundshme, me rëndësi ke provu. Jo të gjitha bizneset janë të knaquna gjithë. Jo të gjithë njerëzit janë të knaqun gjithë. S'ka mundësi ashtë. Po ke mendu që është ma mirë dhe ke punu. Për shembull në energji elektrike e kena marrë rrugën barë se ma sa vjetë e Kosova e ka marrë. Jo gjithë shka në iniciativën tonë ka qenë perfekte. Ka mujtë për shembull nashta i shkondashtë edhe ma të madhe me bo, nashta i shkondashtë edhe ma pak me full, ose me zgjidh fjallët ma shumë. Po kesko e ka marrë rrugën barë se unë e di që sot na me barë të energji elektrike e kena një trasej në të vogël.
që kjo është e mjaftueshme. Pra nëse do me punu për këtë vend ose s'do me punu për këtë vend. Në momentin kur të migrojnë njerëzit, është fundi. Alarmi jam është që jena tu paku. Jena ma pak. Këto e shoh edhe në sheshe, qyteteve, e shoh edhe në përnaja. Pa jashtë atë premtës. E shoh që si na të pas, njerëzit në të pas probleme me punëtor. Që kjo për mua është më e madhja. Se kur ti shkon kur të varfrohet tejet masëve anë. Dhe njerëzit nuk shkojnë, nuk mujnë me dalë me ditë. Këto të jam e sigurt për këtë punë. Nuk është që e mendojnë kur do të shkon. Shkon kur njerëzit e kuptojnë që rran, mashtron, edhe është na varfru. Këtë ditë sa dhe pras, që kjo është edhe rruga që e shkoj. Asnjëherë nuk mirëna me çka thotaj. Se rran edhe ashtu. Mirëna me çka po bëhet në ekonomi. Përsa ata edhe nuk e ndrojt rrugën që e kom zgjedh. Edhe fatmirësisht prej LDK-s, sidomos për kryetar Lumir Abdigjiku, me qenë se i ka zgjedh kush ka me shku në cilin komision, i ka propozu, jam zgjedh në komision të ekonomisë. Kjo konë edhe thirrja jam edhe fatmirësisht është kry. Kur ti ka qëllim ta varfroj vendin? Jo, nuk e ka qëllimi me varfru vendin, po si pasojë mos punës edhe punës keqe varfruhet vendi. Ai mund të artikulohet edhe si qëllim. Unë po i them si qëllim kështu, nëse... Jo, që kjo është pasojë është emigrimi, po edhe i përshtatet emigrimi. So ma shumë emigrim, aq ma pak njerëz për me kundërshtu. So ma shumë emigrim, populli ma i lodhen. Për këtë punë unë jam shumë e shqetësuar. Ditë që shkon, e ecë dikush. Nuk e të dëgjon kurtin duke folë për Veriun? Deklaratat e tij për Veriun? Kryesisht aty të Veriu është kartë nacionale, që aje ka përdor, po çka ka bo ai në ndërkohë e ka dobësu ekonominë edhe në sektor të energjisë elektrike, po dëgjon ai marrëm edhe gjedhët për Serbisë. Nishin. Edhe tash halo po fol për Veriun. E marrëm rrymën për të. Çka po don tjetër? Për mos me fol për ujë këto gjëra tjera. Gjysa ujë të huptena. Ke bërë denoncim publik, po? Ai e ka, për mu, karta është uje, rryma, Trepça. Të trija. Trepça është minus. Trepça nuk, bordi Trepçës nuk ka autorizim në këtë njësit. Çfarë sovraniteti e capëm capke? Një bord Trepçës nuk jetë mujtë me pas sovranitet. Do me thonë, bordi Trepçës nuk ka sovranitet në këtë njësit. To e kjenë zëka. Nuk e kom thonën. Po. Çfarë sovraniteti ke? Fore Sveqlës? Fore? Fore. Çfarë sovraniteti ki? Kur Trepça, bordi Trepçës nuk ka autorizim edhe nuk i funksionon, nuk ka ligjshmëri në tëna pikat, nuk është i autorizum, jo që s'është i autorizum, po nuk ka autoritet në të gjitha pikat. Çka kena me thonë mësani? Për ata, i bëj sandet, i them qysh e mendojone në terma praktik. Uje, qysa po up, nuk ka rrit fatura e ujet, rryma, s'ka rryma nole të në ginekologji, edhe Trepça minus, Trepça njëna të e hup, në pikpami ekonomike për flas, po edhe në pikpami të sovranitetit. Zëkaja është zyrë në qeveri, të më thonë është zyrë shtetit, nuk është, ojo që ka mujtë më konë ndikume në kuptim. Për çfarë sovraniteti o kë? Çfarë sovraniteti e ku 40-50.000 njerëz janë të ikë? Çfarë pavarësi ekonomike o kjo? Kur edhe gjedhët i marrën për servis, mishin. Kur rrymën e kena të lidhët me ta. Jo pse, o da është pa tjetër. Po e timat ka zonë që po. Për ju, Kosova e 2026-ës e ka të paqartë ende se si do të operoj matutje me sektorin ma strategjik të ekonomie, energjin. Po, sakt, e ka të paqartë. Është ankon dhe 100 megawatt me sa e di, po unë i këqyri jo njoftimet kur i qesin do të bëhet ankand, po veç ka është implementu. Baterit halo nuk janë funksionale, kanë mu bo, plan nuk ka, 2026, ende, që edhe e thash, ka remont kapital, nuk ka kapacitete të reja të konsiderueshme që edhe e zbusin kërkesën për energji elektrike. Gjithë shka tjetër, çështja presidentit, çështja e armiqve në veri e Serbie, kjo që po hine kështot, jo që nuk ekziston rreziku ekziston gjithë. Po bëhet edhe propagandë.
botë edhe propagandë për me mshef realitetin socio-ekonomik ku jena. I tillë çfarë është sipas jush mjaft I zëmt. Është mjaft I zëmt se Kërcënues për interesin madhor të Kosovës. po. Është I zëmt unë vi pi komunitetit bizneseve, kuptoj çka qysh po mendoj jam sy hap në ata që e di çka kalojnë. Mi thonë sot një biznesit energjisë elektrike, një biznesit din treg të lirë, ku nuk ka tregu I lirë, është përjashtim. Automatikisht që ti ki me ndiku edhe në pasqyra ti financiare dhe në fitimin e ti. Me rrit naftën, pas një subvencionim, për biznese prodhuese, për punuse, të paktën për transport publik, për punëtorët e vetë, është dobësim I ekonomisë. Kur të vësha ja, për shembull për naftë, po rritët e shtetit. Qysh është e mundën. Asnjë mos nuk mori zonja Kusari Lila, përkundrazi tha se nuk do të marrin masa. Po. Dhe njëri prej kritikëve të zëshëm të këtij sektori është në trup ekzekutive, kishte laboratorin e tij shumë vite më parë, nga viti 2011 e këtej Jakub P. Gashim, e quajti mafioziteti I naftetarëve kontrollon shtetin. Dhe mendoni edhe ju se naftetarët, kjo industri pa kontrollon realisht shtetin? Jo, nuk muj me thonë këto. As po as jo, do me thonë nuk e kam informatat e mjaftueshme për me majt një qëndrim që ndikan gjithçysh, që ka lidhje me pushtet, po. Po shoqata e naftarëve, mendoj. Mirë po nuk muj me thonë që e kontrollon. Se nafta është një segment, ndikon po, ama nuk kam informata për me pasi qëndrime. Për ju, a ka Kosova praktikisht ekonomi të tregut lirë? A janë prezente monopolet? Janë prezente. Dhe fiksimi I çmimeve me raste për produkte shumë jetike? Ekonomi tregut lirë, Formalisht, natyrisht se ka. formalisht ka, po autoriteti I konkurrencës nuk funksionon si duhet. Edhe ata e ecin përpara agjendën partjake, ka nis me rrymë. Në një vend normal, me ligj të energjisë elektrike, me ligj të autoritetit konkurrencës, I shpa që nuk ka treg lirë të energjisë elektrike. Ku është autoriteti I konkurrencës? Nëse monopol natyral ka keci kesko. Natyral në kuptimin e distribuimit. A si alam që tash monopolin kecit edhe keskos për treg të energjisë elektrike? Ku është autoriteti I konkurrencës? Autoriteti I konkurrencës bërë funksional nuk ka. Autoriteti I konkurrencës, shumë para do dite më ka ardhur një ankesë tjetër për autoritetit konkurrencës për njerëz që ushtrojnë dhunë, e që e kena pa edhe më herët. Tas çka më thonë, unë se jam nënkryetare Komisionit për Ekonomi për vijshmërinë e punës të autoritetit konkurrencës. Autoriteti konkurrencës me sa pal men del edhe për mi dënu njerëzit bile dhupa të në livdu, kur I kanë rrit çmimet e energjisë elektrike, ta këshyrë ma pirisin çmimet e produkteve dhe mi dënu dhe 10% qarkullimit vjetor. Ku ekziston kja? Ku punon autoriteti I konkurrencës, mi marr ata tregtarët e vegjël edhe mi dënu, kur u leju faktikisht një monopol. Se s'kish treg të energjisë elektrike. Bizneset ka kam pas më shku. Qëtu, të kanë musil. Njerëzit e rëndom janë të shqetësuar shumë këtë ditë zona e Meri për atë se si është e mundur të ndodh manipulimin në një sort të rrymës, nëse nga ora 10 e darkës fillon harku I kohës për shpenzim të lirë dhe tarifohet konsumatori me si është ajo kategoria e Po, tarifa lirë. Tarifa lirë dhe shtrejt. Kjo është shqetësuese shumë. Edhe letë verifikueshme, si që e bëri dhe Bisar Azemi bashkë kolegu juaj. Po, fakt është ashtu, po ma shqetësuese është gjithashtu dhe njërimi I situatës. Nga? Nga qeveria, nga zërëja. Edhe hudhja fajt në Iskra, Mjestor Mac, kur për shembull bëj me fal Bajqinovcit, ku nuk ka fije faktin këtë punë, se po shihet edhe për videove që kena shku na moti për te njësorve Iskra. Po edhe në fillim fare është po injorohet plotësisht edhe situata me energji elektrike, edhe situata me njësor, me import me njësor, me naftë.
edhe po del një fajtor i ri, gjithmonë del dikush i ri. Gjithmonë del një kukull, edhe një aktrem, edhe që këta është si me thonë kundërshtari i ri i lëvizjes vetëvendosje. Mendoj që këta kanë me pjell një kundërshtar tjetër, në vete. Me një ditë për ditëve, ka me dalë mrena partisë. Mrena tyne? Mrena partisë. Zonja Ymeri, një prej problemeve të mëdha po vijon, siç bët shpjegimin mjaft interesant këtu dhe në studio tjera natyrisht, që sektori i energjisë është aq i luhatshëm, aq i lehtëshëm sa që çmimet për faturat tona nuk vendosen thuajse më në Kosovë, formalisht po, por vendosen tjetër kush. Kjo është shqetësim serioz. Ka qenë gjithmonë. Ka qenë gjithmonë, po nuk tash për tash, nuk e kena ende një rast për me tregu që prokuroria ka marrë masa, përveç Nagib Krasniqit. Nagib Krasniqi është një pjesë. Është Martin Berisha ndaj cilit Martin Berisha ka qenë ambasador, është pranu që pagu Pejgenit. A nuk janë bond, edhe një pyetje tjetër tash për Martin Berisha. A nuk je bond kur e lehen një ambasador mu pagu Pejgenit Serbis edhe lunë me kartën e nacionalitetit? Të heroizmit. Çka bën bonda? Ata që bindën nuk i ngucë. Për shembull me një film, çka bën? Problemet janë të mëdha. Ata që bindën nuk i ngucë, ata që nuk bindën edhe dojnë me tregu një historie tjetër, ata luftohen. Po kjo punë nuk o bëhen dhe e madhe, sa mu luftu atë shumë. Unë e kom pas një padi. Kënë djerë luftën e vetëvendosjes në jush, në rrjetet sociale? Po, linqimi është shumë i madhë, edhe për çështjet naftës tash, edhe me pas një qëndrim për naftë, edhe me pas një qëndrim për zgjidhjen e presidentit, edhe për rrym. Po, nuk kom pas kërcënime. Tash, qëra du të thonë si duhet. Kom pas një padi për Kikut, falenderoj gjykatën, që jo pse është nashta për mu falenderu se nuk i një, po e di që e ka rëzu si padi, tash ka shku nga ankesë, nuk e di që ka për... Të trazojnë komentet? Jo mësu. Jo mësu, do më thonë, bashkë ekziston me këtë habitat kulturor. Edhe me gjuhën e urrëties, edhe me këto, në fillim si e ke përjetu? Mundona me mbajt shumë temën teknike. Për këtë arsye edhe iki deklarata politike partijake. Që mos me pas asni anë mos me lanë për me pas komente. Kjo është një prej arsyeve, po prapë se prapë janë pashmangshme. Më harët më patën thonë në fushat që njerëz paguën për këtë punë, edhe seriozisht mendoj që është orkestrim, se i shot njëjtit komentus, e kena pas rastin e Jona Qitakut, po jo që ato e kom po o konë shirash kështë, mendoj që është propagandë dhe orkestrume. Edhe si e tillë nuk ja vlen më marrë me ta. Fare. Në një situatë tjetër, a do duhej ftoj në votbesim një qeveri, ose të shkarkojë, të gjymonin sheshet në base nga protestat, nëse ka shqetësim i madh. Këtë shqetësim të madh nuk peshat të përkthyer dhe në shqetësimet azëm rrugë, në protesta, që janë demokratike, zonja Ymeri, apo? Mirë që kjo rast, nëse bëhen protestat, atëherë unë edhe kom marrë pjesë në protesta dhe marrë prapë pjesë. Varësisht, po kjo du të me këqyre dhe organizimin që po botë. Nuk jam për kundër ketës edhe kes ka dhe me mbyll me kaq. Nga jo që flet, në mënyrën se si e bën denuncimin e se cilit problem që prek gjepin e qytetarëve, interesin shtetëror, rrjedhimisht të Republikës, në këtë vend, sipas këtij narracioni, do të duhej të mbusheshin sheshet. Sheshet? Këtë punë nuk po e bën as partia juaj, as partia tjetër demokratike, duke që kanë mbajtur indiferencë nga një kurs që do të duhet prodhonte një moderim, një udhëheqje të këtij zemrimi legjitim për të nxjerrë njerëz në rrugë. Që të protestojnë së paku, që është drejt fundamentale demokratike. Partia e ka thonë edhe më harët, edhe për çështje tjera që nuk e sheh rrugën e organizimit protestave si rrugë luftimit. Të opozitbërjes është në rregull me këto, jena bukur, po jena institucionalist në kuptimin që ankesa do të me i dërgu
në institucione caktuara dhe me prit vendimin. Në këto institucione ku ju e dyta- gati keni humbur besimin. E dyta, nuk e kam humbur besimin. Gati, po them, gati. Fatmirësisht, po. Kam ende besem, duhet me besu në një institucione. Jo kam thonë edhe një ditë, përderisa na nuk i besojmë institucioneve, e kena pru këtë ditë që ten këto. Cili besojmë institucioneve kur thoni që Zoraje mbyll syt, është në pakt mbase edhe me qeverinë. Para syve tyre po ndodh gjithë kjo avari, këto rekorde skandale që prekin interesin jo vetëm të qytetarëve, po të interesit shtetëror. Po veç Nëse denonconi me të drejtë lloj-lloj probleme në çdo institucion tjetër, në gjithë institucionet e sistemit, atëherë gjithë kjo ka një bilans që të lëkundet besimi, apo zonja? Po, veç të shkojmë te protestat. Po. Të më thonë kjo nuk është po rruga edhe e organizimit protestave nga ana e LTK-s. Megjithatë, unë kam marrë pjesë protesta, varësisht për organizimit, se protesta fundit ke para ketë s'kes ko nuk mendoj që do të më bo para aty, marrë pjesë protesta. E kom provu edhe këtë rrugë. Edhe të opozitës ose reagimeve çdo ditë, ka raste kur i postoj 3 herë në ditë, po nuk është kjo e tëra çka do të me bo. E kuptojmë këtë pjesë. Pse nuk po qomi në protesta, është se i kena remnitencat bukur të mëdhaja. Remnitencat pare që i marrim nga jashtë. Si transakcione bankare, ndesh po historinë janë bangë, si do t'i themi, zyrtare, edhe pjesa që vjen e njerëzve verës edhe dimnit. Për ata emigrimi është zgjidhja. Emigrojnë, çojnë pare, as nuk i kena barë, po edhe kena pare. Kjo është okon pasoja, po edhe i ka përshtat qeverisë. Nëse na thojna, që nuk e di qysh po bëhet se po emigrojnë, se nashta s'kan menaxhu mirë, jo. Këto gjëra funksionojnë bashkë. Nuk menaxhojnë mirë, se kur gjo do ikin, na çojnë pare, edhe nuk i kena barë në spitale, edhe nuk i kena barë në shkolla, po edhe kena pare, presion ka ma pak. Pra, pse nuk po qomin në protesta, pse nuk peshojnë gjendjen njerëzit që shëshon ashta unë edhe të tjerët, është që në fund të mujit del llogaria. Del llogaria se kena pare për jashtë. Shumë pak kam familje, një familje që nuk e ka një burim tjetër për jashtë. Po edhe shumë pak një familje që... Kjo është arsyeja që po mbahet e hershur shoqëria. shoqëria. Kjo është një ndër arsye. Kundrejt. Kjo është një ndër arsye. Po. Kjo edhe ka edhe shumë familje që kanë qenë të favorizuar si tender, edhe kanë ecë tenderët pa drejt. Po ata janë shumë rregull me këtë sistem. Po meritokracia ka ro. Shkon ai që se fiton tenderin, jo ai që e fiton. Jo s'po them çdo tender fitohet pa të drejtë, nuk është ajo, po meritokracia është ro. Nëse Dy rrugë janë, ose i merr paret për jashtë, ose kime ecë jashtë. Zona e mere, kjo edhe mund t'jetë një nga arsyet, po nuk shpjegohet dot deri në fund sipas observuesve të edhe demokracisë, të shoqënisë civile, nëse ta zëm në Francë, në Spanjë, në Zvicër, Gjermani, për një problem edhe më të vogël që mund të ketë komuniteti i fermerëve, ata ngrejnë zërin. Lere më për tema që gletni edhe vërtet për bëjnë këmban alarmi për ekonominë. Po ta shohim për shembull historinë e Francës që ka shkuar dhe historinë tonë. Te na, kjo ka qenë edhe një mendim edhe i Ben Blushit. Po. Institucionet i shohim si të huja, shkaku i historisë tonë. 500 vjet me Turqi, 100 vjet tutje me shkije, me Serb. Na do të me kuptu që na i pagujmë. E shoh edhe kur mi bojnë pyetje si deputete. Unë ja bëj shumë njerëzve. Deputetin i kërkon llogari. Nuk ka lidhje pse pyet, më të përgjigj, e di që është ose nuk e di. Na do të me kuptu që këta punojnë për neve, e kuptoj për njerëzit. Jo pse pagujnë. Vota është edhe besim në ardhmëri. Me anë të votës, në shumë t'i dhonë 1 euro, 100.000 euro, nëse je për votë, ma je besimin që unë me punën tem, ko me ta udhëheq ardhmërinë e fëmisë tonë, na çto duhet me kuptu. E që Franca e ka kuptu më ti. Për ata fermeri i thot Macronit, ki respekt se ta kom dhonë votën. Ku i thot sot dikush? Atë fermer zërin e ti du ta përfasoj dikush. Po. Si që një jo, po duket që jeni minorancë në habitatin
aktual opozitar. Nuk ka problem me këtë punë. Jena pak, e vërtet është. Minorancë si zë, jo si numër përfaqësimi në kuvend, po them si zë. Pe kuptoj, pak ka pas, për shembull edhe zonja Jumeti Bajrami është sulmueshëm, që është zë i opozitës, edhe tjerë. Nuk ka lidhje, mendoj që jo mendoj, po jam e sigurt që ja vlen. Sidomos nëse tashme punën e deputetës, nëse nuk e them as çka mendoj se çka është realisht. Sa vjet kena prit për baroj, për burime 3x3 po bëhen, s'po bëhen. 6 vjet i kena hup me ankonde. A nuk ja vlen këto mja thonë njerëzve, që barojit janë nol, burime 3x3? Do t'ju kallëzu. Që uje, sa njeri më kam pyet bile, a mujna me boj hidrocentral se e kam rënjën kaq, hidrocentralet janë nol. Për shkak mjedisit. Do t'ju tregu njerëzve, se të shka vendosin është tjetër, si kujna nga botën në tjetër. Te na, do t'mu kuptu dy sene, vota, për këda, është besim në anëmërit fëmis tanë edhe të pleqnisë tonë, se pe marim që jetë 18 vjetë. Me votën tem të udheqi qerdhen, me votën tem të udheqi komunën, me votën tem e udheqi edhe vende. Na që ashtu do t'me kuptu. Edhe tutje, puna që do t'mu bo për atë votë, na është bargjë. Më thonë është bargjë. Pse për një shef punohet edhe për popull nuk punohet? Ku është ideja? Ku është ideja që shefi do t'mi nejtë gati e vendit nuk do t'mi nejtë gati? Njëjtë po jepën parët, apo është ashtu? Pse është kultura të na mu ullë para shefit, shefi po, edhe shefi Gjerman po, në rregull. E pse na mos mu ullë edhe mos mi u përgjigj njerëzve? Se na e mendojna që ata janë tjerë, edhe e kundërta. Ata që janë pushtet e mendojnë vetin tjerë, na e na ndryshe. Kush jetë te ta bojnë? Unë jam nalt. Më thonë, unë i kam kaq vota, unë i kam, a ke po që 20.000 vota more në minjerë për këtë mandat. Po vota është besim dhe përgjithësi. Po nuk e thamë unë i kom marrë 20.000 vota, dije me ka një ka folë. Nuk do me thonë. Tjertë e thonë në pushtet, unë i kam 100.000 vota, a ke po thonë, është ma e votumja, ku është ideja? Pse ma e votumja, tani çka? Ma e votumja i bje ma shumë e përgjithësi me konë. Sa ma shumë vota, ndryshe e ka kryeministri përgjithësi, ndryshe e ka një deputet përgjithësi. Deri sa na nuk e kuptojna, që njerëzit në politikë punojnë për neve, edhe vota është jo veç votë, jo veç tek, është besim në anëmëri. Kritikat e llojit tuaj, kritikat e zëshme kundrejt qeverisë, institucioneve të sistemit, se edhe për çmimet e 3-4 fishuara të energjisë po vendos dikush tjetër jashtë Republikës, e jo brenda Republikës, gjithë këtë lloj diskutimi, skandalet që i denonconi, nuk janë të pak njerëz edhe në rrjetet sociale, në komente publike, duke ju thënë ju, mbas edhe të tjerëve të ngjashëm, si bashkëpunëtor Serbisë, si pjesë luftës hibride kundër Republikës së Kosovës. Si përgjigjeni? Këtyre si bashkëpunëtor Serbisë? Po, pjesë luftës hibride, këto bashkëpunëtor i listës serbe. S'po do në talon zotin Kurti ta shtritë sovranitetin, të flasë kështu me radhë. Paguhen bre? Gjanë neveritëse për ju? Pse nuk pareni t'i bini, çka du të bëni me shumë që edhe atë komunitet t'a bini? Nëse paguhet nuk ka mundësi. Nëse nuk paguhet, nuk ka mundësi me rieduku. Është fascinu me qatë lloj mendime. E kena edhe historikisht, e kena pas fashizmin, nacizmin, nuk pi konsideroj si t'njejta. Po nuk mundet mu rieduku një popull i tërë pa e rieduku historia. Kur ai njeri që flet nëse në Kosovë, se nëse është jashtë është tjetër mohabet, nëse vjen në Kosovë, edhe nuk ka kush me dhon infuzionin, ka me prit në emergjencë, atëherë kupton çka ka bë. Unë nuk më rieduku një për një ndikon, të riedukon jeta, edhe mu, edhe ty edhe krejtëve. Për ata nuk më jena me komente. Edhe nëse më tojnë Hera Dojqiqit ose si presidentja, si kryeministrja e Serbisë, më bojnë shumë, edhe tjerve, jo veç mu. Po nuk është puna jem, më morë me të gjëra. Unë e thëmë atë çka di për gjëra teknike për të vërtetën.
Por sigurisht ka momente që Pjesën tjetër. me ndonjë rast edhe të trazon mbase zonja e Meri kur ta ndëgjosh si është e mundur, ju folni për problemet reale të sektorit më strategjik të ekonomisë, energjinë, dhe të mund të quheni, po them, të mund të akuzoheni me atë lloj narracioni. Vetëm për ta futur mbase temën në tepi. Nashta Të trazon mbase ka në një moment, po. Ma herët edhe kisha mendu qysh mja pse nuk po ecë çka unë po them. Jo për me ecë, për me dhezë, po është puna për mu një ndëgju. Tash, unë e kam përgjësi për çato vota që i kom marrë dhe më shumë, se njerëzit prisin edhe se s'm kam votu. Nëse ke thonë, hajde ta këqyrëm çka po bën. Do me thonë mëngjes, unë jam përgjegjëse për ata. Por sa kush fol kundër, është tjetër çështje. A paguhet, as paguhet, është tjetër çështje. Mund të keni afër dhe kolegët deputet që mund të jenë edhe nga vetëvendosja që mund t'ju thonë vini bashkëpunëtor të radojqicit, siç e kanë përdorur më herët. Ata më dhe më hes nuk kanë rëndësi se për këtë punë se unë e quj lista serike e Albin Kurti, se që ashtu i ka paraqit. Si edhe njerë? Lista serike numrav serik. 01, 02, 03. Do më thonë nuk i konsideroj si që duhet më ko me pesh mendimi i tëne, për fatkeqësisht se edhe u jem paraqita si soj. As një pej tyne nuk del që thot diçka tjetër për te që thot liderja, që aj nuk thot kur gjë. Të rëndësishme për venen, se mundet me thonë të nditën propaganda. A du të rinë me siklet? A du të rinë me siklet gjithë ata që qeverisin Kosovën, sektorët real të energjisë, institucionet, edhe publike, shtetërore edhe private? A du të jenë në ciklet nga një hetimi madh që mund ta bëj prokuroria mbi skandalet në energji, mbi sabotimin si një vepër shumë e rëndë? Të sektorit energjisë elektrike? Po, sigurisht. Sabotimi është akuzë shumë e rëndë në kodin penal. E vërtet, e di edhe këtë pjesë. Po, sa do të ndihen, as do të ndihen në keq ose në presion. A të rritë në ciklet, në merak. Është çështje e përgjegjësisë, të në ndërgjegjës të në. Ditën që bëhet hetimi, ata duhet me ditë veten. Është çështje e përgjegjësisë të në. Sidomos kur i kena rastet për shembull si në Agip Krasniqit. Tash një është, nuk është që së bo asni si me thonë nuk ka shku në gjykat asni ana prej... E praktisi vetëvendosja në Agip Krasniqin? Për ju? Jo, rasti në Agip Krasniqi ka qenë para meje. Para se me dorun. Po, mendon që politikisht e praktisi vetëvendosja në Agip Krasniqin, në lanë balt? E reduktoj problemin e energjisë vetëm të Agip Krasniqi? Po, i ka shërbim me reduktu problemin e energjisë elektrike dhe ajo është vetëm një pjesë. Nuk është as fillimi, nuk është as fundi. Është vetëm një pjesë. Sa dëm prokuroria me vazhdu është çështje tjetër. Ama është vetëm një pjesë. Edhe për këto jam 100% sigurt. A do dojtë është e dinamizëm të madh të hetimeve? Po, e kisha mirë prit. Që e mira është që këto gjëra nuk është se mundën mu interpretu ndryshe, edhe nëse na nuk e kena ekspertizën ndërkombëtare, që e tregojnë se janë gjithçka regjistrume në kohë sinkronizume, ndërsa na po flasim, për shembull koste mba sajën energji elektrike dhe sa del. Nuk ikë kur gjë. Edhe nuk ikin rrugët barse, që bëhen të mbrëmshme, nuk ikin porti, nuk ikin vendimet, gjithçka është protokolluar. Deficiti tregtar është në shifrat shmendura nga 2023, kur Kosova kishte një import 3.5 miliard, tani shkoi në gati 7 miliard euro. Do të thonë, inflacioni po ashtu është në rritje edhe sipas agjencisë statistikave të Kosovës. Po qeveriset me vullnet ky vend apo jo, ka interes të madh për ta nxjerrë nga gjithë kjo shkundje ekonomike, sepse këtë shkundje po e përjetojnë njerëz që jetojnë aktualisht në Kosovë, duke pagu fatura jashtëzakonisht të larta të produkteve të konsumit bazë. Fatura të rritura të rrymës, të ujit, e shërbime tjera përcjellëse. Nuk po punohet për këtë. Se punohet është çështje tjetër, nuk po punohet për këtë. Me votat e 28 dhjetorit, kutit votimit, rezultatin a kallëzat që disponime tjetër.
Çka është bo për 28 vjetorit të këqyru? Është votu një buxhet që krejt e kena thonë, unanimisht krejt opozita që nuk ka pas projekt vital për në ekonominë e Kosovës. Është votu në procedurat shpejta, edhe i kanë kalu këtë me votat veta, edhe është votu me 4 ministri, po që nuk janë kanë pas buxhetin e alokum, po i kanë pas në diskrecion të zotit Ekura Morati. Buxhet i keq, jo mirë, asnjë projekt për energji, asnjë projekt për minjera, vetë subvencione transfere. Po flas për këtë fushën tem. Universiteti i Prishtinës për shembull tha, nuk kam buxhet mjaftueshëm, e shumë agjencione tjera, bordi ku e di KPM, bordi RTK-s, po mos më zgjat se ato janë gjërat që i komlin ku vend, po nuk janë që janë fusha janë. Buxheti. Çështja e presidentës është zvarrit. Çka kena bo për 28 dhjetor? Çka është bo për 12 shkurtit? Rritja pagave, rritja shtesave, rritja kjo, kitë konsum, veç po sillon parat. Dhe ato para, po nxirren jashtë, për import. Po. Ato para nuk po hynë në funksion të zhvillimit ekonomik. Makro është, Po, veç nëse se s'ka makro zhvillim fare, po... Po, veç nuk po kuptohet. Për shembull, unë kam taku në anë 3, që thot unë e marr subvencion për fëmijë, në rregulla, që thot unë e kam përfitu për superpunës, se edhe ko marrë dhe s'kom punu, që u bo kja skem kështu, e kam thonë edhe marët, edhe që thot që unë i marrë edhe këto shtesat 100 për vota. Edhe si pasoj, ja del ko gjamije me jetu, me këto. Po kur i them që është bo për arsim, që ka bo për shëndetësi, për arsim më tha s'ka pas ko, e për shëndetësi nuk ja kish i din, se nuk i ka ra për te ma shumë u konë fatmirësisht e smut. Pra, me këto shtesa subvencione nuk po kuptohet që ato krejt pa hargjohen, nuk po kuptohet që parët e buxhetit janë edhe për investimet të kapitale. Narrativa e tij... Që është vite nuk u ndërtu asnjë kapacitet serios energjetik. Edhe në anën tjetër. Asnjë. Marrëveshja e Washingtonit e 4 shtatorit, ku ishte ish kryeministri Hoti atje, e ku u nënshkrua ajo marrëveshje me presidentin Trump, një marrëveshje bilaterale që i jepte edhe me Serbinë natyrisht, po i jepte mundësinë Kosovës që të hap shtigje serioze të kapaciteteve energjetike. Atë projekt të gasifikimit, kjo qeveri nuk e çoi përpara. Po të kallëzoj një rast tjetër për me ndryshu pak. Jem 6 vite pas dhe po flasme për një varësi të madhe të Kosovës në funksionin. A e din që është funksionon shëndetësia lokale, për shembull, edhe në shtete tjera ka pas, edhe në Prizren me Sardi, edhe në Shtime dhe në Ferizaj, me tender. Marrohet që më faja, qendra mjekësisë familjare, ambulanca mjekësisë familjare, nuk ka staf. Marrohet qerdhja, nuk ka staf. Jënë aq ignorant, sa që njerit nuk ja qoj mjekun. Se ke pagu, ma ke dhon votën, ma ke dhon edhe taksën. Na, mjeku për ty në filan fshati. Nuk e bojnë, e lojnë krejt këtë punë në tendera. Në tendera, punësohen njerëzit edhe të shpunësohen. Ju vënohen rrugat. Është tender. I del afati për 6 muaj. Mundet më marrë në kohë të fushatës. Keq përdërim i fondeve, edhe keq përdërim i besimit njerëzve, se një dit e qanë nanën në QMF, një dit thot më shelësht. Këto e kam bo. 10 deputetëve të vendosës që kur nuk e kam bo këtë çështje shumë të madhe, nuk o bo, përshë nuk e nacionale, shumë njeri nuk e din këtë punë. Ekura Morati edhe Arben Vitia. Dikush thot nuk është në udhëzim, dikush thot nuk është. Tash është kjo punë që më të marrë me ta. Është vetëm një në projekt shëndetësisë që mund ka pengu tej mase. Njerëzit i çojnë të tendere smut. me afate të caktume, marrin njerëz në Kjo punë. është disa vjet në komunë. I kursojnë thua ata njerëz edhe kur të mbarojnë ato, Po mbesi. japin Po tani qindra mijë rrugat euro nuk ju dalin. për mos me thënë Tender. milion. Po. Jeta jon ka met në tender. Tenderomaniko. Tenderomaniko me negociata, tenderomaniko në shëndetësi publike. Kjo jo që është shqetësuese, kjo është alarmante. Po kujt me i thonë? Se dikush tjetër, ka pare, i qënë dikush tjetër, për smut, për t'ja punë, edhe qënë në për shembull në spitale private. Edhe qënë në spital këtë tjetër, edhe qënë në ordinancë dhe me drejt. E kuptojnë në këto, se kërkush nuk pret një që më fë muap. Puna që më fës, që është pagu me paret tona, që jo pagu me votën tonë, me i të kërkon. Që ku jena? Shëndetësi, jo veç energjetik,
As shëndetësi së punu, është tenderomania shëndetësi. Edhe me punën e listave esenciale, edhe me SHSK, që ato që PDG, Pizonjë, Saranda, Të nisëm nga një problem elementare e përmendë shëndetësi. Si është e mundur në qenë klinika universitare të Kosovës, shërbimi spitalor si e ka tani zyrtarisht? SHSK, po. Po, si është e mundur një laborator privat, edhe me i thjeshti bën një listë të gjatë analiza në SHSK ku nuk bën, ose në qenat mjekësisë familjare. Si është e mundur kjo punë ndodh? Shërbimi më bazik për diagnostifikim të një virusi më të rëndom nuk mund bëhet. Po si është e mundur, tash më bëj pyetjen tjetër që nuk ka bë ball me këtë punë. Edhe që me të vërtet na nuk po qumi me thonë është tepër kjo. Pse si është e mundur, është që na vijnë parët edhe shkojmë në spitale private. Sepse edhe lideri juaj, edhe lideri të partive tjera, mbase duhet të jenë më të alarmuar. Me ndonjë situatë dhe, si që kanë thënë kritikët, ndaj kësaj opozite, gati të përgjumur, të vendosin, t'i plorosin ka pak kostumet e tyre duke dalë në sheshe, në protesta, t'i prinë masës e tjera të... Se cila partia ka liderin e vetë. Po thomë për opozitën, edhe për këtë rast edhe për juve, po. Po, është lider që është më shumë, si ta them, teknokrat. Po. Është, pak. Binden kështu njerëzit me rrëfimin, me narracionin e juaj, se do... Për çështjet që janë për vend, ekonomi, energji, gjitha mund është me diskutu me për fuli për Abdexhiku. Po. Po tash pse nuk është i protestave. Çka për ju mungon diçka që duhet ta vënë në funksion që masa të bindet që ju jeni premtimi për një Kosovë tjetër. Koha. Faktori kohë mbase e solle edhe Kurti në pushtet të këtij. Po, e ka sjellë edhe Kurtin. Kurti me një ditë për ditëve është besu. Me një ditë për ditëve i ka thonë ky vend, graj. Me një ditë për ditëve, ky vend më ka thonë edhe mu. Sa dhe ki votën, graj ta këqymi që bo me 20 minuta. Ku anë zjerë? Me një ditë për ditëve, veni ka me ta bo, jo, qëto si ke pas gabim, edhe Kurtit. Ose, më me ta bo, i bën për shembull 20 vjet me një sukses të madh. 6 vjet i ka bo Kurti, asnjë sukses esencial që mujna mja thonë nuk për mu, mbeste emigrimi, mbeste dopsimi i ekonomisë. Kena hupë shumë. Po tash se kur merret vesh sa kena hupë, mendoj që vetëdijsimi është urrit. Nuk është, unë e pesho sa janë shqetësuar për naftë. Çdo kohë është temë nafta. Ma harët nuk kokon, me sa e majmë unë në men, edhe në 2021 nuk ka qenë ka që madhe nafta, edhe që tash po fliten edhe pamje tjera. Nëse del Mimoza Kusari dhe thot nuk mujna me ullë të vëshunja, bëj të vëshunjë të e marë më shumë, për që ata se dhe s'po do me ullë. Po thome një herë pritë të tash. Kur Kurti për shumë thot i kena 430.000 punësu më shtran, nuk i kena pas, kur e ka thonë 417.000 kanë qenë ATK. Kur inflacioni thot për shembull është 6% edhe kur ma pak se 4% tash në aron nër 4. Tash kjo është jo loj, po secili i bën lëvizjet e veta. Kua e tregon që 90 minuta o kryu. Sa është e llogaritshme kjo kohë? Sa kohë i duhet për në shqip në analizën tonë? Me qëtëstat të ekonomisë, 4 vjetë jenë me aftushëm 5. Me kuptu që nuk ka bu punë, edhe ka mashtru, edhe ka rajtë, edhe na ka varfru. Për ata edhe nuk jam dhe mos për zgjidhjetia se nuk e ulin, nuk e ndryshojnë shumë skenën elektorale. A 4 vjetë, 5 vjetë sigurt. Ju do të bëni një zgjidhje kompromisi, konsensusi për presidentin. E keni kërkuar nga fillimi një president konsensual, edhe zoti Abdexhiku, që moti, dhe nuk ka ndodhur. Po përgatiteni për zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme, nëse Kosova nuk ka president. Edhe pas 34 ditësh, siç tha gjykata kushtetuese, që gati i bërit lumtur, si zonin Osmani, si zotin Kurti, që me atë pincetën të marrin copa trofeju kështu, nga ai gjykim. Po, asë është absurde për neve krejtve si vend, ma shumë o të diskutu kush pa drejt, kush s'pa drejt, kush kujna ja laja, s'lasësa, që kena me bojë të 34 ditë. Po nejse sa për president është detyre jona, se e kom pas dje dhe komente që pse me thonë që du të me diskutu.
është përgjegjësi edhe është detyrë e secilës parti opozitës me diskutu për punën e presidentit. Presidenti është mendu që rol kozmetik, po nuk është. Presidenti vendos për krye prokuror, është dëm shumë i madh që për krye prokurori nuk u zgjidh deri tash. Edhe ka me mbet Albulin Haxhiu ndoshta me zgjidh. Krye prokurorin e zgjidh, në ambasadat i funksionon. Ambasadat e vendosin ose jo e vendosin, janë vënë edhe për vjedhjen e mundshme të votave që shumë e njeri e ka thonë edhe më herët edhe tash. Në ambasada, jo po dalin, jo s'po dalin, jo po votohen aty, jo s'po votohen aty. Po. Ambasadat, konzullatat, krye prokurorin, edhe i ndal ligjet në kuptimin që i kthen prap kuvend kur kalojnë. Roli presidentit nuk është kozmetik, nuk është dekor. Çka balancosh, Është balancues, është detyrë dhe përgjegjësi, edhe thot për këtë votuesit e LDK-s. Nuk është civilizim me diskutu për punën e presidentit. Është një interes kombëtar më kon i presidenti. Përndryshe e kishim pranuar edhe Glauko Njufcën. Për ju ka si edhe të reja Kosova apo s'ka në kahin që po merr, po shkon. Mendoj që ka. Janë të pashmangshme zgjedhjet. Nuk është që janë pashmangshme, ka mundësi për dialog, mirë po kur ti e din që sipas meje nuk do më udhëheq. Nuk don. Jo se nuk din, nuk don. Nuk po do ta udhëheq Kosovën. Jo, me UD është shumë ma lehtë, me ushtrues detyra. Edhe me shku pe zgjedhjeve në zgjedhje. E ka asociacionin, e ka një ekonomi ndëpsim e sipër, edhe nuk mendoj që e ka vullnetin me udhëheq për 4 vjet tjera. Zonja, ju merret të falenderoj për kohën. Faleminderit ju. Që gjithë të jesh me mua në këtë emision. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.